Po këtë serial? Normal. Pikërisht për këtë mini serial që ka bërë bujë të madhe për tematikën e trajtuar, për mënyrën e realizimit teknik e gjithçka tjetër, unë dhe Jeta minutat në vazhdim edhe këtë studio kemi vendosur të ndajmë me Dorontina Përleshin, psikologe, Ljum Qitoakun, regjisor dhe njëkohësisht në këtë intervizë dhe në këtë rast do të jetë antropolog i medjave dhe gazetaren ton Edona Aliu. Mirëmëngjesi edhe mirë se ardhët. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Kënaqësi edhe për neve që të diskutojmë për këtë temë interesante, njëkohësisht edhe të ndjeshme e kisha quajtur në disa aspekte, po filloj me Dorontinën, psikologe nga këndvështrimi i psikologjisë. A mendon që ky serial i realizuar është sadopak pasqyrim i realitetit të rinjëve sot, apo pak a shumë egzagerim? Atëherë, si fillim, doja të thoja se çfarë përfshim te kategoria e adoleshentëve, sepse është një kategori shumë e largë, do të thoja. Atëherë, tek adoleshentët sipas psikologjisë përfshim prej moshës 10 vjeçare deri në moshën 18 vjeçare. Arsyeja pse i përfshim këtë moshë është për shkak se kemi të bëjmë me ndryshimet që ndodhen ashtu si fizike edhe kognitive. Për sa i përket pyetjes së se tha, nuk mendoj se është ndonjë egzagerim, sepse është realiteti në Angli ku është fokusuar seriali. Ndoshta ne jemi, domethënë, në rajonin shqiptar, po vjen edhe ajo, ndoshta në të ardhmen do të ballafaqohemi me të njëjtën, domethënë se çfarë po ndodh për momentin në Angli. Për sa i përket disa koncepte që janë përdorur tek seriali i adoleshentëve, si për shembull ai incelit që është përdorur si që ka ardhur nga influenceri toksik Andrew Tate. Dhe kam besoj që edhe ju keni pa që po shpërndahet mjaftueshëm nga adoleshentë që nuk janë vetëdijshëm fakt se çfarë duke shpërndar ky influencer dhe nuk është mjaft i shëndetshëm me marrë si një rol model ashtu siç po merret për momentin. Po, sa është i madh ndikimi i rrjeteve sociale tek të rinjët sot? Atëherë, jo vetëm tek të rinjët, por edhe tek të rritërit, do thoya se realiteti dhe ajo se çfarë shfaqet në rrjetet sociale, domethënë është një hapësirë shumë e madhe. Ajo, domethënë, pjesën e dëmshme apo këqijat tona që kemi në jetë asnjëherë nuk i shfaqim në rrjetet sociale. Edhe gjithmonë domethënë pe krijojmë një personalitet tonë jo shumë real atë që e shfaqim në rrjetet sociale. I dëmshëm është në faktin se përpiqemi të jemi dikush që nuk jemi dhe kjo shfaq pasiguri, domethënë edhe tek adoleshentët ndikon edhe tek aftësitë akademike, domethënë mund të ketë rëmje, kuriozitet, rënje nota, po ashtu vetëvlerësimi është me ulët sepse po krahasojmë gjithmonë veten me të tjera duke mundur që të jemi për herë një hap me trende që po janë vazhdimisht që këto nuk janë të ndelshme dhe gjithë sigurisht janë shumë dëmshëm për shëndetin mendor. Ljum, si po ndikojnë mediat vizuale, kryesisht TikToku, Instagrami, krejt këto, në formimin e vlerave dhe normave tek të rinjët? Po, pikërisht, kjo është edhe prej perspektivës antropologjike, po është në diçka që jetojmë çdo ditë. Mediat sociale, Instagrami, TikToku, po sidomos këto që janë të bazuara në imazhin lëvizës, në këtë rast në video, edhe në video të shkurta, të kulturat digjitale që formësohen online, e dim edhe prej studimeve që kanë praktikuar metoda ndryshme antropologjike që bota online ka efekt edhe në botën offline, do thotë jeta është ndërlidhur me ato që ndodh online. Edhe është shumë e rëndësishme që të qoftë profesionistët, qoftë perspektivat edhe shkencat e ndryshme me ju qas me seriozitet edhe me rigorozitet për shkak që është një çështje që duhet me u adresu, është çështje mbar, sistematike, sistemit edukimit, po shkencat sociale, psikologjia, antropologjia mendoj që duhen me informu politikbërjen, që ajo me informu policy making në këtë rast, po këtu është shumë e rëndësishme edhe aspekti i prindërimit, që ai modelimi në filme shohim
në këtë rast është mjaft i matun në aspektin nështë psikologjik është shumë i sakt në dramën që e thekson, sidomos për shembull epizoda e tretë, biseda mes psikologës edhe pacientit, po në aspektin antropologjik është pyetje shumë e gjerë, shumë sistematike, edhe shoqëritë e sofistikuara si Britania janë duke pasur sfidat mëdha se si t'i qasin problemet, sepse i kemi një sistem drejtësisë që i ka normat e caktuara, e shohim se si funksionon aspekti etik, do të thonë i shohim që to nuancat, momentet e tensionit, momentet e vështira, edhe i shohim momentet që kjo vulnerability, cënueshmëria nuk është vetëm te adoleshentët, te fëmijët, po është edhe te të rritunit, e shohim se si reflekton te të rriturit në këtë rast. Kështu që është një problem sistematik që kërkon po ashtu një përgjigje sistematike në këtë rast. E media në këtë rast edhe intervistat e tilla, po edhe një serial i tillë, menoj pa marrë parasysh se sa i përafrohet një të vërtete, mendoj që s'paku ngrit një alarm për çështjen, e pastaj këtu zhvillohen debatet në tutje për të shprehur mendime të ndryshme, po edhe për të marrë hapa për intervenim. Në kronikën që e kishte realizu e Dona me studentët, e pam që shumica prej studentëve thanë që patjetër duhet me pa prindërit. Pse është ka që nevojshme me pa prindërit, jo vetëm adoleshentët? Atëherë, unë nga pjesa profesionale, kisha thonë për shkak se prindërit nëse e keni pa gjithë serialin, kemi të bëjmë me një marrëdhënia e Jamie në këtë rast, me baban e tij kemi bëjmë me një stil prindërimi shmangës. Edhe do të thënë nuk kemi një lidhje emocionale. Jamie e merr baban e tij si një rol model, por gjithashtu duke qenë se nuk ka lidhje emocionale, ndikon dëmshëm në këtë aspekt. E arsyeja që pse mendoj që prindërit duhet ta shohin këtë serial, është për shkak se prindërit ndonjëherë nuk janë vetëdijshëm se çfarë po ndodh me trendet e vazhdimishtme që janë në kontakt fëmijët çdo ditë. Edhe jo vetëm prindërit, po ashtu edhe tek seriali kur shkon në episodin e dytë, policia tek shkolla nuk është e vetëdijshme as pak se çfarë po ndodh në jetët sociale, edhe tek komentet aty nuk janë vetëdijshëm se çka po ndodh me trendet e tanishme. Edhe mendoj duhet, domethënë, mu vetë informu, me eduku veten secili prind për mirëqenien e fëmijës së tij. Domethënë me pasur çfarë ka kontakt fëmia e tyre kur shkon në shkollë. Edhe nëse tani po flasin edhe për filmin, mësuesit aty, domethënë pjesa akademike profesionale në shkollë. Në serial tregon një farë, domethënë, një inteligjencë emocionale mjaft dobët, sidomos që një jama shkollore kam analizu, sepse domethënë nuk e kanë qasjen e duhur dhe gjithmonë ka zemërime, domethënë toni i zërit është mjaft i lartë duke krahasuar se me çfarë moshe po bëhet fjalë. Qasja e duhur mungon. Dhe në aspekt kisha menduar, domethënë, prindërit domethënë dështojnë ose të mësojnë qasjen e duhur për fëmijët e tyre. E Dona, kur e pa filmin për herë të parë, çfarë mendimit krijoi edhe çfarë përshtypje të krijoi? Në fakt, në fillim, para se me pa filmin, më ka ra me dëgju se është bo një bujë mediatike kështu ky mini serial, edhe e kom pa në përshkrimin e tij që thotë nëse keni një fëmijë të moshës së tillë ose një familjar, mos e shikoni se është paksa tema e ndihshme. Edhe në fakt kjo ma ka shtu edhe ma shumë kurreshtjen se unë vllaun e kam në të njëjtën moshë, në moshën e adoleshencës, edhe definitivisht është një moshë shumë delikate që duhet me tregu kujdes jo vetëm prindrit, por edhe unë në këtë rast si motër ma e madhe e tij. Ajo që kam kaluar përshtypje, edhe në fakt po du më ndërlidh pak edhe me pyetjen e parë që e bone Emira, se është pasqyrimi i realitetit apo është egzagerim. Për mendimin tim nuk është egzagerim, sepse ne po jetojmë fatkeqësisht në këtë realitet, edhe mendoj që ka ardhur në kohën e duhur, sepse kemi dëgjuar raste të tilla në fakt ku shumë adoleshent kanë kry vepra shumë të këqija për shkak të bullizmit që janë has në shkolla. Për me ndërlidh me ato që tha edhe psikologja në episodën e dytë, ku e gjithë ajo episod fokusohet në shkollë, në fakt fatkeqësisht
ai realitet është edhe tek ne në shkolla, ai mentalitet edhe në fakt unë mendoj që edhe ka humb pak respekti, jo pak po shumë dukshëm për të rriturit prej adoleshentave, prej moshave më të reja. Unë nëse e krahasoj kur kom qenë adoleshente ose kur kom qenë nxënëse, e di se çfarë respekti, çfarë përgatitje paraprakisht kemi pas kur na ka lajmëruar arsimtari ose profesori që po vjen dikush një mysafir në shkollën tonë ose në klasën tonë. E fatkeqësisht ky respekt ka humb paksa. Nuk e mendoj që është e duhur ose e mirë për me pa fëmijët këtë serial, ose adoleshentët më sakt, sepse asnjëherë nuk mundemi me ditë se çysh kanë me perceptu, me çfarë këndvështrimi kanë me pa, edhe me çfarë syri kanë me pa. Nëse dikush e sheh që është një vepër e gabuar ajo se çka e ka bëu Jamesi, dikush mundet me pa si një vepër të duhur, sepse ndoshta po ballafaqohet me të njëjtën situatë që është në serial edhe Jamesi. Ajo që kam lënë mas shumë të përshtypje është edhe komunikimi që e ka Jamesi edhe me prindin e vetë, se prindi babai e pyet në fillim, i thot, po të pyes vetëm një herë, por tregoma të vërtetën, edhe e pyet kështu me shumë sinqeritet se ai vazhdon gjithmonë edhe dëshiron me besu Jamesin se nuk e ka bo në fakt këtë krem, edhe ai e shikon në sy edhe e gënjen babajin e vetë, edhe në fakt duket shumë e vërtet edhe shumë reale ajo gënjeshtra që ja bën prindit. Po pak po mendoj edhe që është keq kuptuar prej masës edhe prej audiencës cilët e kanë pa këtë serial, sepse shumica dhe janë fokusu kanë dashur me kuptu se kush e ka bo krimin. Në fakt ajo nuk është, ky filmi nuk është mister, ajo vetë se dihet prej episodës të parë, në fakt edhe ky serial është i bazuar në ngjarje të vërtetë edhe dihet që Jamesi është kryerësi i veprës. Nuk është ideja me zbulu se kush e ka vrarë, ideja është me zbulu se pse e ka bo atë gjest Jamesi, dhe në fakt që e tregon edhe flet shumë se pse e ka bo atë veprim. Dorentina, dashte mund Po, ishte diçka që tha gazetari, është po pikërisht ajo tek skena kur thot që nuk kam gabu. Unë mendoj që aty kur i thot babait i nuk kam gabu, domethënë ai vdekjen, vrasjen e tij nuk e konsideron gabim. Po, nuk mendoj se është e gënjur babain e tij. Në fakt ky e konsideron veprimin e tij që është i drejtë. Po, nuk e mohon, do me thonë edhe baba i tij zgjedh me besu, se i thot nuk të pës mo, edhe zgjedh, po, nuk ja tregon të vërtetën. Pra, gabimi është që ky nuk e sheh si gabim. Po, që aty është, do me thonë. Se ai thot, nuk e kam, si ishte. Nuk thot nuk e kam vrarë, po thot nuk kam bo asgjë gabim. Po, do me thonë gabimi, do me thonë vrasje nuk e konsideron asnjëherë, vetëm në momentin nuk e di nëse muj me bo spoil. Tash mos është spoil se krejt e kam po besoj. Në episodin e 4, do me thonë në fond që e konsideron me në fond gabimin e tij. Edhe epizoda a fundit në fakt lën shumë me kuptu, sepse fokusohet në shtëpinë e Jamesit, tek prindrit edhe tek motra, edhe është ajo pikpyetja në fakt që po besoj se cili prind që ka mujt me pa serialin, e ka pyet veten se a është tu prindëruar ashtu siç duhet. Edhe në fakt nëse e krahasojmë me vitet të kaluara me kohën e prindërve tanë, nëse themi që më herët ka qenë shumë vështirë me rrit një fëmijë për shkak të kushteve financiare të cilat kanë mungu, unë mendoj që ja plotson krejt fëmijët, ja jep të gjitha kushtet edhe nuk e din se a jetu bo mirë apo jetu bo keq. Lëm, pak nga këndvështrimi i regjisorit, si e sheh këtë serial, realizimin e tij, çysh e sheh? Po prej perspektivës filmike në këtë rast, prej perspektivës të kinemas, është mjaft seriali arritur, posaçërisht për shkak që është one take, do të thonë one shot, një episod komplet. E përmenda shkurt që kjo pikërisht e arrin një farë lloj tensioni edhe nivelin e që ajo unflinching drama qysh po përshkruhet edhe që kam rri me e bo në këtë rast unflinching, se nuk ka asnjë moment ku ka hezitim për me shprej edhe me evoku edhe elementet matrona, do të gjatë gjithë kohës ki momente shokuse. E kjo one shot e plotson shumë në këtë rast, po është interesant edhe për perspektivës të produksionit, për me realizu një one shot film duhet shumë sinkronizim edhe koordinim
i krejt stafit, i krejt aktorëve, është një varë mënyre, është në aspekt të qëndrueshmërisë që ajo stamina, për shembull, është ndoshta e ngjashme me teatrin në këtë rast, sepse në teatr i ki 1 orë shfaqje, për dallim prej kur xhirojmë film, jo që s'është xhirimi i filmit zakonshëm i lodhshëm, po ti bën një minutë një take, pastaj pushon, ki ko me reflektu, me procesu. Në këtë rast është ajo dramë, e menej që një farë mënyre është një arritje madhe kinematografike. Plus të e di që këj ka qenë aktor Jamesi për herë të parë. Po ashtu, plus edhe që element është shumë edhe aktrimi prej gjithë kasit, po sidomos në Jamesi, karakteri është një arritje madhe në aspektin e aktrimit. Po isha kthy shkurtimisht edhe një element e ana antropologjike, se dramatikisht edhe filmikisht është një arritje madhe, antropologjikisht edhe prej perspektivës se çka na informon, ose çka evokon, është mirë me qenë kritik në vazhdimsi në këtë rast, edhe në përzgjedhjen e tangjentave të ndryshme të skenarit, do të thotë pse është vendose të bësh film sot, edhe sidomos të bësh film që dim që e shohin miliona njerëz, dhe Netflixi është një platformë e tillë, Amazoni ose Apple, është megjithatë përgjegjësi e madhe në aspektin e përgjegjësisë sociale të kinemasë dhe të filmit. Mendoj që e ka luajtur rolin e alarmimit që është shumë e rëndësishme, mirë po a janë ato momente, a janë ato aspekte dramatike, ato lëvizje të vërteta, a ndodhin kështu, a gjithmonë është ndryshe, se cili rast është unik për perspektivës antropologjike, shihet më shumë kultura, që ajo paradoksi pluralitetit, se cili individ është ndryshe, po prapë kemi një kulturë, një gjuhë, ose po ashtu shumë kultura dhe shumë gjuhë, që ka stër ndërlikën këto është aspekti i kulturave digjitale në këtë rast, mediat sociale, do thotë, është një ndërthurje që megjithatë filmi arrin ta portretizoj, mirë po është mirë të bëjmë pyetje edhe të jemi kritik në vazhdimsi, sidomos në këtë rast për çka modelon si arketip historisë vetë komplet seriali, edhe kjo është një pyetje që është mirë me konsideru në këtë rast. A mund të përdorim median si një mjet emancipues për trenjët, apo mund të konsiderohet vetëm si një burje presioni dhe negativiteti? Kjo është pyetje shumë e rëndësishme në këtë rast. Media, termi media, ne e dim medien kur ka qenë televizioni, që është një, kur komunikon prej një të gjithë në këtë rast, e me ardhen e medjave sociale që 15 vite në këtë rast, nëse Facebooku prej 2004, 2007, 2008, pastaj Instagrami 2011, 2012, këtu është paradigma e shumë ju flasin shumëve, do të thotë many to many, që ajo media sociale në këtë rast, edhe këtu në fillimisht është pasi diçka shumë demokratike, po pastaj që prej zgjedhjeve, që prej intervenimit zgjedhjet amerikane në vitin 2016, e kemi pa që edhe ato mundën me u manipulu në këtë rast, e sidomos në rastin e kulturave digitale, sidomos në rastin e moshave të cënueshme, që është adoleshenca në këtë rast, është edhe më e vështirë edhe më problematike. Normalisht që media mundet me u shfrytzu për emancipim, ajo nuk ka dyshim, mirë po sa kemi fuqi që t'ju japim hapësinë temave si kjo, edhe sa kemi fuqi që t'i diktojmë programet emancipuese kulturore, ajo është një çështje tjetër, se është edhe çështja e ekonomisë, është çështje e kapitalizmit, është çështje e mbarë sistematike në këtë rast, ajo biseda se edhe si modelojnë prindrit, çfarë modele ofrojnë për fëmijët, është edhe çështje e sa kohë, e sa energji, po edhe mekanizmat me të cilët e zhvillojnë marrëdhënien me veten të rriturit. Masnjë është prej perspektivës antropologjike, çka është i rritën edhe çka është fëmijë. Ndonjëherë të rriturit i konsiderojmë si fëmijë, fëmijët i konsiderojmë si të rritën. Do të thotë është edhe çështje definimeve
që është mirë me i mendu edhe me reflektu tutje, po për me u kthy pyetjes, media definitivisht mundet me u shfrytzu për emancipim, mirë po është luftë që të bëhet një gjë e tillë si duhet në këtë rast. Dorontina, çfarë mendon që na mungon neve për me emancipu rinin në këtë aspekt, edhe cila do ishin masat parandaluese që një rast i tillë si në filmin Adoleshenca, që ne jemi përballë këtu në rajon, nga afër, të mos ndodhin edhe të reduktohen raste të tilla. Çfarë masa duhet marrim edhe në prindër edhe në fëmijë? Atëherë, unë besoj shumë se ndryshimi fillon prej vetes, pastaj fillon me të tjerët. Edhe fëmijët zakonisht e kanë rolin model. Shumë, holumtime edhe teoreticianë si Bandura, Leo Vygosi kanë tregu për prindërimin model që, çfarë bën prindi, zakonisht fëmija e modelon atë sjellje. Edhe kisha fillu prej prindit, duke shmang disa sjellje. Jo vetëm shmang në praninë e fëmisë së tij, mi shmang përkrejtësisht. Edhe, zakonisht bisedimi, siguria të ofrohet brenda familjes, ka shumë fëmijë, që nuk janë në gjendje me bisedu për tema ndjeshme me prindërit e tyre, për shkak pasigurisë, për shkak se prindi ja ka kriju atë mjedis pasigurt në shtëpinë e tij. Edhe ka shumë herë që fëmia ndjehet më i sigurt në dhomën e tij, se sa të më dalë në dhomën e ditës, për shkak se i ka dy prindërit. Edhe ajo pasiguri, shfaqet në forma të ndryshme pastaj në shkollë, në lidhje me njerëzit me tjerë, shkon në gjën me lidhjen e gabuar prej persona të gabuar që është i shkak të ndam për gjithë jetën. Edhe kështu, kisha mendu që fillimisht ndryshimi të fjetë prej vetes sonë, si rol model. Punoj me veten, për prindërit e ri, fillojmë jo me një herë që të bëhemi prind, nuk jam shumë dakord në pjesën se sidomos që prindërit e ri se i të krijojnë një farë modeli vetëm që bëhen prindër dhe nuk e kanë një rol model për të ardhmen, për fëmijët e tyre. Edhe, unë e konsideroj për punimi me vetes është ajo që kishme sjell një të ardhme suksesshme për fëmijët. Edhe ndoshta edhe e përmenda edhe në pyetjen e parë më duket për arsimtarët, stafi akademik të serialit që nuk ishte i përgatitur me qasin e duhur. Secili person mendoj që ka kontakt me adoleshentë, sidomos pjesa e adoleshentëve është shumë e ndjeshme, faktorë të ndryshëm për shkak se po kalojnë ndryshime emocionale, fizike dhe kalohatje të mjaftueshme emocionale, të arrijnë të kuptojnë një qasje duhur, edhe ta vetë edukojnë veten disa perspektiva që çdo ditë po dalin, trende që po dalin, se është lehtë me qëndru ignorant. Dhe prandaj mendoj që qasja më e duhur është të edukojmë veten, si fillim. Po cilat janë disa sinjale që mësuesit ose prindërit duhet me i vrejt tek fëmijët që mundet me qenë ndoshta në një vështirësi emocionale ose psikologjike? Atëherë, shqetësimet emocionale manifestohen shumë ndryshe për secilit person, varet edhe për gjenisë në fakt, janë ndryshme. Është mangja nga aktivitetet sociale, fillimisht, është oreksi. Tek disa persona mund të shtohet oreksi, tek disa mund të ullet oreksi i fëmisë. Pastaj është ndonjëherë izolimi, më duket e përmenda. Izolimi social. Të më rehat njën vetë se sa me dalë dhe me qëndru, kalu ko me prindrit. Pastaj është zemrimi i pakuptueshëm, ka vështirësi në menaxhimin e emocioneve. Këto do të ishin gjërat kryesore që mund t'i vërejmë si mësues. Pastaj është edhe rënja akademike, secili fëmijë, që ka pësu, pëson rënja akademike, kemi të bëjmë me disa faktorë të jashtëm që duhet shikohet si mësues që mund t'i vërejmë njëherë. Edhe me një farë përmbledhje mund themi që Adoleshenca është një mini serial që mund t'i hyjë në punë edhe fëmijëve, edhe prindve, por edhe arsimtarëve, edhe gjithë profesorëve e mësuesve që kanë qasje me adoleshentët. Unë ju falenderoj shumë për kohën edhe për krejt bashkëbisedimin që e realizuam së bashku, edhe po besoj që ju ka hyrë punë edhe gjithë atyre që na kanë